internet sa YouTube sa shikues të Anjë Report. Ky është Nitro Time dhe unë jam Sara me të kuqe. Njerëz, internet sa, YouTube sa dhe sidomos shikues të Anjë Report, dini që se çka ndodhur këto kohët e fundit nga jeta sociale. Çuditi Tiranën dhe gjithë Shqipërinë mbar, aksioni policor që bllokoi të gjitha pikat e lojrave të fatit në vendin tonë. Gjëja më interesante të gjithë këtij aksioni ishte emri që i kishin vendosur: Operacioni Fundi i Marrëzisë. Sa më shumë rrënohej ekonomia e vendit tonë, sa më shumë varfëri ka, aq më shumë shtohej biznesi i lojrave të fatit. Këtë njerëzit e shpjegojnë me dëshpërimin dhe humbjen e shpresës. Është kjo që i shtyn njerëzit të luajnë kumar. Në fakt, ç'nuk u tha? Për mira njerëz që ngelën pa punë, për biznese që nuk paguanin taksat e bla 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 si këto. Me thënë të drejtën, ajo që mua më pëlqeu më shumë është fakti se ndoshta tani, për një kohë të shkurtër, fëmijët e atyre bigjosxhinjve do të përfitojnë nga ky aksion, sepse disa prej tyre do të mund të njihen me baballarët e tyre dhe disa të tjerë do të kenë 2 lekë më shumë për të ngrënë apo për të blerë lodra. Sa për punonjësit e kazinove, të rinj janë, do gjejnë punë tjetër, ndërsa bigjosxhinjt e padrejshëm do fillojnë të luajnë në internet. Sa të rihapen përsërire se nuk janë mbyllur përfundimisht, mos u gëzoni për para kohë. Ky lajm i dytë që ka ngjallur shumë interes tek njerëzit është shumë i shëmtuar. Më konkretisht, me anën e një videoje në YouTube, një shqiptar që lufton vullnetarisht në Siri i bën thirrje shqiptarëve që ta ndjekin në këtë rrugë të largët. Ky shqiptari, emri i të cilit nuk bëhet i ditur, flet pjesërisht arabisht dhe pjesërisht shqip. Thot se ndjehet i lumtur që ka mundësinë të jetojë në xhihad. Si dhe shton se sipas mendimit të tij, në Siri sundon ligji islamik Sharia. Vëllezër musliman, ju jap një këshill prej tokës së Shamit. Këtu, siç po e shihni, po falenderojmë Allahun, i cili na jep fitore në këtë tokë. Dhe me Allahun, vazhdon ai, nuk ka askur far qafir, thënë ndryshe jo besimtar. Kështu shprehet ai në videon 4 minutëshe, ndërsa i bën thirrje të tjerë shqiptarëve që të bashkohen në këtë luftë. Si shqiptare mbi të gjitha dhe si respektuese e besimit, i përgjigjem videos për luftë me thirrjen. Vëllezër dhe motra musliman shqiptar, dua jeni Zotin, prindin, fëmijën, familjen dhe jetën që Zoti ju a ka falur. Kërkoni të drejtën tuaj dhe mos lejoni që t'ju ashkelin atë. Por mbi të gjitha, i thoni jo luftës dhe po paqes. Pasi pasojat e luftës nuk dëmtojnë vetëm kundërshtarin, por edhe prindin, vëllain, motrën, familjet tuaja. Për hir të besimit që keni në Zotin e gjithëpushtetshëm, lërjani atij fuqinë e gjykimit në vend të hakmarrjes dhe nëpërmjet paqes dhe zgjuarësisë forconi besimin tuaj tek fëmijët dhe njerëzit që ju rrethojnë. Na ka mbetur në maj të gjuhës shpreha nuk ka mjekësi në Shqipëri. Mos të zënë të halli të bjeri në një sëmundje në Shqipëri se nuk ke derman këtu. Por është po aq e vërtet se kur shkundim ato parat, mjek të mirë ka sa të duash, me kile. Ajo që e denigron më shumë mjekësinë tonë është korrupsioni dhe rishfetet. A nuk duhet të funksionojmë si e gjithë bota edhe ne? Të shkojmë tek mjeku në shtet nëse nuk kemi mundësi financiare dhe të drejtohemi privatit nëse kemi para dhe nuk e kemi problem të shkundim ato xhixhat. Më pëlqeu shumë që 2 mjek në qytetin e Korçës i kanë rrasur brenda, pasi natyrisht i kanë prangosur, sepse përfitonin nga profesioni i tyre, duke marrë rishfet nga qytetarët të cilët kishin nevojë për ndihmë mjekësore. Edhe ky operacion e ka një emër. Nuk ka të bëjë me marrëzira dhe çudira, jo. Operacioni Kirurgu e ka emrin. Të 2 mjekët e arrestuar u kërkonin gjithmonë të afërmve para, shuma që shkonin deri në 20.000 lekë të reja për të hyrë në sallën e operacionit. Problem social. Unë në qendër të Tiranës para ca ditësh pash 2 kinez, në fakt më ndaluan ata mua, duhet ishin bashkëshortë se ashu ngjanin. Tash ne kemi çik të vështirë të dallojmë kinezët se na duken të gjithë njësoj, apo nuk ka lidhje me të qenit bashkëshortë fakti që kinezët janë gjithë kështu me. E bra lëmsh më duket nejsa. Këta kinezët, siç po thosha, më ndaluan dhe donin të dinin se ku ishte zyra e informacionit për turistët në Tiranë. U mundova një herë me këto kushtet e mia primitive të ndihmoja, se thash, nuk e di se ku është zyra e informacionit të turistëve në Tiranë, po ju çfarë doni, thash si u ndihmoj unë. Ata donin thjesht zyrën e informacionit të turistëve në Tiranë. Ç'ti thosha? Vallaj, si jemi në kin këtu edhe s'kemi zyrë informacioni se jemi të zgjut vet. Po pastaj thash, lene fare dasara se po ta ktheme në një përgjigje inteligjente ky kinezi dhe po ta menderos keq. Prandaj preferova të largohem me bishtin ndërshal, se këtë mundësi më ka dhënë komuniteti ku jetoj, që të mos kem mundësi as të prezantoj qytetin tim. A ka ndonjë prej jush që di të më thotë se ku ndodhet zyra e informacionit për turistët në Tiranë? Sigurisht që mund të më ndihmoni me komentet tuaja në faqen zyrtare në Facebook
apo me komente në YouTube. Mua gjithsesi më hipi i nati që më kapi ai kinezi mat dhe hyra në internet normal se ku tjetër. Për hir të vërtetës është vendi i parë ku përplasemi të gjithë kur duam të mësojmë diçka apo jo. Aty në internet parë se neve kemi një sit www.tirana.gov.al ku të del vizito qytetin. Është një sajt i Bashkisë së Tiranës dhe flet shumë pak për kryeqytetin. Gjëra të vogla, një 2 monumente kulture dhe kaq. Ndërkohë në qytetin e Beratit ndodhet një zyrë informacioni e hapur në 2010 dhe ndodhet më në qendër të qytetit, pranë banesës së bashkisë. Ngritja dhe kompletimi i saj me pajisje bashkëkohore është mundësuar nga një financim i qeverisë spanjolle nëpërmjet programit të përbashkët UNESCO dhe PNUD. Kjo zyrë ka filluar funksionin e saj në muajin prill të 2010-s. Aktualisht zyra menaxhohet nga Bashkia e Beratit dhe mirëpret vizitor, vendas dhe të huaj, duke dhënë informacione mbi resurse dhe potencialet turistike që ka qyteti i Beratit. Vizitorët marrin informacione të detajuara edhe mbi akomodimin, transportin interurban dhe rajonin përreth Beratit. Të gjitha këto për Beratin, qytetin që nga pikpamja personale mendoj se është ai që ka më pak nevojë krahasuar me vendet e tjera për këtë gjë. Nuk ekziston turist që vjen në Shqipëri dhe të mos kalojë në Berat. Është një qytet i mbledhur, i vogël, shumë turistik. Pra, si me atë zyrën, si pa atë zyrën, nuk ekziston turisti huaj që nuk kalon një herë nga Berati. Shpesh herë ndodh që kalojnë më përpara nga Berati, pastaj vinë në Tiranë. Në Durrës po ashtu është hapur një zyrë e tillë, bukur shumë deri këtu. Ky është një lajm i mirë apo jo? Tjetra që më shqetëson dhe më kuriozon mua është sa të hyn në punë një zyrë informacioni për turistët në Shqipëri. Kjo zyra informacioni turistik në Durrës një herë, kjo që nga realizuar nga një agjenci turke. Se gjithmonë ka gallat këtu ke neve. Duhet na tregoj bota nëse kush janë vende turistike për të vizituar në Shqipëri. Po nëse se kush i ka bërë mbetet gjithmonë për të diskutuar. Sa efikase janë zyrat e informacionit turistik në Shqipëri. Ndërkaq, edhe në Elbasan dhe Shkodër ekzistojnë zyra të tilla. Pyetja ime vazhdon të mbetet për çfarë hyn në punë dhe sa efikase janë këto zyrat e informacionit të turistëve në Shqipëri, edhe sepse për hir të së vërtetës, turistët, pavarësisht këtyre zyrave, tre vende dinë se ku të shkojnë kur vinë dhe vizitojnë Shqipërinë. Njohin Bregdetin, kryesisht atë të jugut të Shqipërisë, ndonjë monument kulture dhe ato malet në Thethë dhe në Valbon. Por Shqipëria është më e bukur se vetëm kaq. Gjithsesi, unë e di mirë që përgjigjen e kësaj pyetjes, po unë nuk pyeta ndonjë njeri, nuk do ta marr dot. Kam në telefon Gjergj Vinjaun. Gjergji është arkeolog dhe gjithashtu shoqërues turistësh. Gjergji, cilat janë problematikat e turizmit në Shqipëri? Këto zyrat e informacionit për turistët, sa efikase janë dhe pse nuk ka një zyrë informacioni për turistët në Tiranë? Problemet që ka turizmi janë shumë të dhe janë të mëdha, domethënë, po nëse flasim për problemet kryesore, turizmin i cili kryhet vetëm, pra jo me një shërbim. Problemi fillon pikërisht që në internet që të impakti parë. Përveç sit që është agjencisë kombëtare e turizmit, pra AKT-s, nuk ka asnjë sit tjetër nga komunat ose nga bashkitë. Për themi drejt, qytetet më të mëdha kanë një zyrë informacioni turistik, ka një Saranda, ka dhe një Berati, dikush qëndron në të zyra. Sa efikase janë zyrat, pastaj këtu lihet shumë në për të folur. Zyrat nuk janë as qendrore. Pra zyrat ndodhen diku mbas muzeut kombëtar, që përsa nera duken qendrore, nuk janë as qendrore për një të huaj. Pra, për mendimin tim, zyrat duhet ishte më qendrore, pra duhet ishte edhe më e dukshme, me një ngjyrë akoma më dukshme. Dhe gjithashtu mungon, dikur ka qenë, por e ndoshta, një zyrë që në aeroport. Këtu, jo vetëm që nuk ka zyra, por nuk ka as qytet palosje, po të marrim dhe qytet më jo turistik të Italisë, përveç se dokumentacionet mbi qytetin që shpjegojnë itineraret brenda një qytet, monument për monument, pra janë përherë të gjendshme në zyrat e këtyre qyteteve, dhe janë edhe disa gjuhë të ndryshme dhe mund gjesh deri informacione kush është jeta e natës e qytetit. Informim social, për të informuar se ku, si dhe çfarë duhet të bëni për të mbaruar punët tuaja në zyra dhe dyert administrata. Sot do t'ju informoj se kush janë dokumentat përkatëse që ju nevojiten për të pajisur me mjet identifikimi apo pasaport. Nevojitet një letër njoftim që kushton 1.200 lekë. Pajisja me pasaport biometrike kushton 6.000 lekë. Zyrat e shpërndarjes së pasaportave biometrike ndodhen në çdo komisariat apo drejtori policia. Orari i punës nga e hëna në të premte nga ora 8 deri në orën 16:30 minuta. Çdo shtetas që ka aplikuar mund të tërheqë mjetet e identitetit, pasaport apo kartë identiteti
identiteti 15 ditë mbas aplikimit. Tërheqja e pasaportës biometrike kryhet nga aplikanti, kujdestari ligjor për shtetasit 9-16 vjeç ose personat autorizuar me prokurë të posaçme, si dhe një pjesëtar i afërt i familjes, bashkëshort, prind ose fëmijë. Zyrat e aplikimit për dokumenta identiteti, letër njoftim dhe pasaportë biometrike janë pranë zyrës së gjendjes civile, pra në njësitë e qeverisjes vendore. Orari i punës nis në 8 të mëngjesit dhe vazhdon deri në orën 16:30 minuta. Çdo shtetas që ka mbushur moshën 16 vjeç mund të aplikojë për letër njoftim në zyrat e aplikimit pranë njësisë së qeverisjes vendore. Sa YouTube sa dhe shikues të Ani Report e keni parasysh juve, i hap ato gazetat unë, shohet dhe çfarë kanë shkruar mediat online dhe villa pa qos këtu me juve. Sot do t'ju flas fillimisht për Vildane Zenelin. Ka shumë prej jush që nuk ju thot gjë fare, ose ka prej jush që ju kujtohet emri po se dini se kush dhe çfarë është Vildane Zeneli. Ndodh gjithmonë kështu me modelet. Të heqin trurin saj shef, shifeni pak se çfarë parakolpi ka Vildane Zeneli, dhe pastaj me të ndruar faqja, mua s'ma harroni se këto modelet harrohen shpejt. Tani do t'ju kujtoj më mirë fare se kush është modelja e videoklipit të këngës Next të Flori Mumajesit. Dhe më ty se je e para, bëj për ty se je e para. Me të cilin dolën zëra shumë dikur se kam pasur edhe një histori të zjarrt dashurie. Nëse po dalte lajmi tani se ju a çorodita pak mendjen, kjo modelja ka vendosur të bëhet këngëtare. Dhe këngëtare tangërlikse bile, se me qenë se është modele në Amerikë, ka vendosur që këngën ta këndoj në anglisht dhe jo në shqip. Pyetja ime është, kur ishte në duart e këtij kompozitorit që quhet edhe makina e hiteve, pse qante dhe qurravite kjo? Pse nuk u bë këngëtare? Pse nuk e vuri të këndonte Flori Mumajesi, a? Mbase në atë kohë nuk bënte si këngëtare. Megjithatë, pa e bërë Vildania këngën që dhe ne ta dëgjojmë, se di asnjëri këtë punë. Të presim të dali kënga dhe këtu jam prapun. E keni parasysh si qajnë për noizin fansat? Në këtë foton këtu, kjo goca që është shkrehur në lot nuk është si gjithë të tjerat. Ajo është emocionuar shumë fare nga një gest human që pas ka bërë Noizi në Kosovë. Pasi ka qenë i ftuar pjesëmarrës në eventin Zhurma Show, Noizi ka qëndruar edhe ca ditë më shumë në Kosovë, për arsyen se në Preshev ai ka mbajtur një koncert bamirësia. Arsyeja, një vajzë e vogël nga një sëmundje problematike dhe nevojiteshin shumë para për ta kuruar. Shumë fansa e kanë takuar të mallëngjyrë Noizin, por më shumë nga të gjithë kjo vajza këtu, e prekur nga gjesti i Noizit, i ka dhënë një tufë me dhurata, jo vetëm Noizit, jo, edhe për gocën e Noizit. Kësaj them zgjuar si unë, i fut një tralala Noizi për fansat dhe plasin dhuratat për Noizin pastaj. O shoqe, nuk e ka hallin Noizi, jo, e ka hallin ajo vajza. I kjepi asaj dhuratat, Noizin puse dhe dil në foto. Inshallah nuk i ndodh ndonjë kiameti zik sa Linda Halimit, se me thënë të vërtetën për zemrën e madhe që kam, nuk doja uroja as hasmit. Po Linda Halimi në këtë foto dhe Linda Halimi në këtë foton tjetër nuk kanë asgjë të përbashkët. Mos të shëndosh një çik si tepër kam hallu. Në këtë foton këtu të fundit fare të këngëtares Linda Halimi na tregoi se zgjidhi dhe problemin e fundit atë që kishte me vithet. I ka sjell në formë të shkëlqyer edhe prapakolpet tani Linda Halimi. S'ta mbetet gjë tjetër tani, vesh na këndoj në një këngë mos. Ka gjitha të super zë që ja adhuron një publik i tërë Linda Halimit dhe u bë më shumë se një vit që merret me parakolb dhe mbrapakolb. Je bo seksi Linda? Hajt ta gëzoshen e këtë byçën e re? Na i kong tash na knon, na i kong. Që duhet edhe ta lajnë ndonjëherë. Jam në një ndër lokalet e natës ku sonte luan live Renis Gjoka edhe e kam kapur aty bashkë me një personazh komik. Po hajde t'ju tregoj më mirë kështu. Pse po ziheni juve? Pse po ziheni? Pse po ziheni? Pse po ziheni? Për ti po flisim. Po pse? Tashi, bëni si të bëni se unë ju kapa mat. Që mirë të ka sjell ty sonte më? Që mirë ka sjell mua? Unë kam 4 vjet që s'marr asnjëherë mungesë kur këndon zotëria këtu. E kam kështu të preferuar, edhe të dashur. E më njoh që në 2005 kur kam ardhur në akademi,
në Tiranë, edhe nisi sa kishte filluar atëre paka shumë, edhe erdhi më mori një mendim ka si ta bëj. Ja efektet kur pagun ti që flasin mirë për ty. Sa lek I ke dhënë? Albano ka çmim në shtrenjtë faktikisht, po unë me misi kam arritur që bëj një... Mos e re dhe ti qemanez, u lodhe? Kur bie violinës lodhesh. Pianos jo. Pianos jo. Ka një dhomë, ne thjesht hym aty tek ajo dhomë, dalim dhe pastaj. Sa live e bëni realisht në javë? Varet. Rastis që mund të kesh dhe 4, rastis mund të kesh dhe 1, po me catare ke 2 dhe është normale, nuk do të me lodh vetëm më shumë me catarisht plas. Aq më 2 live 7.000 euro. Tash I lekët I kemi bone, po ne luajm për pasion tash. Ti tani kur vjen edhe dëgjon këta live, futesh dhe ti ka ajo dhoma? Po unë nuk lodhem, pse të futem te dhoma? Si mbaheni zgjuar ju? Këtu nuk hyn më dhoma s'ka lidhje më pastaj. Kush është beqar këtu nga juve dhe kush është I martuar? Unë jam martuar. Sa herë? Deri tashti një herë, për fort. Unë jam I martuar, jo. Shiko, më beqari nga të tërë unë jam tu. If you know what I mean. Jeta natës, me gjithë përgjithësitë e veta, ka të mira të veta. Do thoni ju sa bukur folën, po mirë më tash. Çu di më folën, çu të bëjmë tash. E merr satisfaksionin, e merr rimerr energjitë kur I harxhon se faktikisht në natën harxhon më shumë energji se sa ditën nëse rri zgjuar apo punon. Natën krahasime punosh ditën. Por I merr mbrapsht çfarë joni mirë është I merr mbrapsht energjitë me publikun, me adrenalinën gjatë këngëve. Po lekët po. Me që jemi të lekët, keni angazhime të tjera përveç live-it, se shke pasur një biznes më duket, apo e le atë? E lash edhe jam shumë... Si ishe për atë punë? Thonë që artisti është e vështirë bëhet e biznesmen, pra? Po, përveç Ermal Mamaqit, ka 36 biznese. Përveç Ermal Mamaqit, të gjithë e ka më vështirë. Biznesmen që merret me art në kohën e lirë. Ai nuk është tavolin, kështu që s'ke pse për mendsi e më. Nuk është tavolin. Nuk është tavolin. Nuk është tavolin. Si qepsi? Po barkun dhe cica duhet ullësh pak. Avash, se një muaj kemi, s'kemi të rjetë. Nuk demi të gjithë të dobët. Ka dhe vajza që pëlqejnë pak të mbushurit. O Albano, unë kur ka femra me cicat në dhaja, bëhem gjeloze, imagjino meshkuj. Me thënë ti e gjeloze për cicat e mia tani? Mi jep dot më? Jo. Kur jemi ullur në tavolin me Renisin, dolën 2 probleme, repertori dhe femrat. Debatuam dhe pastaj lëm Albani si sektor. Mos e thuaj çik shuti se je çik I martuar. E çik shumë po. Çika ja ishi martuar tamam. Ç'është I çik I martuar. Po martohet edhe një herë pastaj fol. Ç'a mund martojmë legenia unë? Ai kapi komunizmi që u martuan. Albano tha që nuk është legend të martohet. Ti mendon se është legenizëm të martohet? Jo, absolutisht, një sekond më të flasë do të pëlqejnë edhe ty edhe kësaj. Martesa nuk është gjë e keqe. Por, kur 2 njerëz martohen, domethënë ato duhen. Dhe që të duhen 2 njerëz përveç kësaj duhet të kenë edhe të mira materiale, të mbështetje. Ti bën 4 live në javë, mo. Po për vete si për grua. Të bëjë gruaja 4 live në javë të martohet. Përshëndesni pak aty se unë them që me këtë batutën mund ta mbyllim. Bacim. Miq internet sa njerëz dhe sidomos shikues ta një report, ashtu si çdo herë tjetër në rubrikën Media dhe Spektakël do t'ju flas për një tjetër yll. Emri I saj? Nuk do ju them kaq shpejt. Nuk është një yll mbase këtë herë personazhi, por është sigurisht një yllkë e vogël, e cila vezullimin e saj më të fundit e lëshoi duke fituar trofeun e Top Festit të këtij sezoni. Sigurisht e kuptuat të gjithë, po flas për Samantha Karavellën, ka lindur në vitin 1990 dhe është 23 vjeç. Karriera e saj nisi në moshën 13 vjeçare kur ishte fare e vogël në një ndër audicionet më të famshme që kanë bërë histori, Ethet e së premtes mbrëma. Mbas këtij spektakli ku mbriti në
në finale, por u skualifikua dhe mbeti shumë e zhgënjur. Angazhimet e saj në art kanë qenë të vazhdueshme. Në moshën 14 vjeçare u bë për herë të parë pjesëmarrëse në festivalin e këngës në radio televizion dhe kështu më pas edhe në për shumë festivale të tjera si Top Fest, Kënga Magjike, Mikrofoni Art, Këngët e Shekullit e të tjerë. Në vitin 2009 mori pjesë në festivalin Kënga Magjike me këngën Pa përse, arriti deri në finale dhe u vlerësua me 201 pikë nga artistët e tjerë. Megjithatë, një ndër paraqitjet e saj më të bukura ka qenë në vitin 2011 në festivalin e këngës në radio televizion me këngën Zgjom një tjetër ëndër. Në këtë festival Samantha Caravella mori çmimin e 4. Nëse mund të konsiderohet një çmim në fakt, sepse deri te i 3-ti shkojnë çmimet, i 4-ti ke mbetur në finale. E ka nisur karrierën me balada dhe ka qenë pikërisht një balad që i dha asaj çmimin e shumë pritur të madhin në Top Fest. Pamja e saj është për herë ëmbël, sa e brisht dhe melankolika. Shpesh është rezervuar në eksperimente muzikore, pra ka një stil të saj që e ruan me fanatizëm dhe suksesin e vërtet e mbriti atëherë kur i kishte humbur të gjitha shpresat dhe besonte më pak në 10 vjetorin e Top Fest. Një fitore që për shumë artist ka hapur dyert e karrierës, mirë po Samantha me modestin që e karakterizon, është shprehur se me këtë çmim thjesht janë shtuar përgjegjësitë e veta dhe është duke punuar shumë për projektin e radhës. Por në fillim do t'rregoj pak më shumë për vajzën 23 vjeçare që në fakt ka pamjen e një vajze 13 vjeçare. Në të përditshme time, ka thënë Samantha, jam po ajo vajzë që kam qenë edhe kur nuk isha një person publik, pasi karakterizohem nga një thjeshtësi shumë e madhe. Fjalët e Samanthës këto, jo të publikut. Modestisht ajo vazhdon se unë jam një vajzë që di të dhuroj shumë dashuri. Dhe me aq sa më kanë thënë të tjerët, vazhdon ajo, reflektoj shumë pozitivitet. Kështu jam në rrethin tim shoqëror, kështu jam edhe në skem. Sepse pavarësisht se thonë që në skem duhet të mbash një qëndrim tjetër, Samantha mendon se njerëzit pëlqejnë absolutisht thjeshtësi. Mua më pëlqejnë kritikat, ka thënë Samantha, dhe nuk përzitem kur mi bëjnë ato. Kjo mbase sepse unë jam shumë kërkuese ndaj vetes, dhe nëse nuk do t'i pranoja kritikat, do të mbetesha në vend dhe nuk do të ecja përpara në karrierën time. Tani që e mora vesh që i pëlqejnë shumë kritikat, ja t'rregoj unë Samanthës kur ty në gojën time, a do t'i pëlqejnë kritikat apo jo. Samantha Caravello ka ndjekur edhe një sër studimesh. Ka studiuar në gjuhët e huaja dhe pastaj marrëdhëniet me publiku. Kemi të bëjmë me një tjetër këngëtare që nuk mjaftohet vetëm me muzikën. Dhe mirë e bënëre se koleget e veta, shumë prej tyre, kanë punuar në për ministrira pas janë lidhur me parti të ndryshme. Kështu që pse mos e bëj dhe Samantha këtë punë? Edhe Samantha Caravello, ashtu si shumë këngëtare të tjera, ka rënë pre e mediave roz dhe e faqeve të showbizit shqiptar. Ç'nuk kanë thënë për të? Që ka qenë e fejuar, që ka qenë e dashuruar, që pastaj u martua, që pastaj u nda. E vërteta është se Samantha Caravello për pak deshu fejua me një djalë që bëj mirë të mos ja përmend emrin edhe ati. Ajo me këtë djalin ka qenë historia e parë dhe e vetme e bërë publike e Samantha Caravellos. Fillimisht këto gjëra, pra thashe themet që shkruanin mediat, e shqetësonin këtë këngëtaren akoma të papjekur. Por tani u rrit bashkë me skenën, kështu që ja ka marrë dorën se aq është hera parë. Megjithatë, për të gjitha këto që ju thash dhe për ca detaje të tjera, unë Samantha Caravellën e kam në telefon. Samantha, përshëndetje. Je shprehur se në fakt çmimi i madh në Top Fest nuk ka qenë një ngritje në karrierën tënde, por një përgjegjësi për punë të tjera. Ke thënë që do të sjellësh shumë punë më të mira në të ardhmen, madje dhe bashkëpunime. E vërtetë është kjo dhe cilat janë ato, do na i zbulosh? Absolutisht që po. Normalisht momentin që më është dhënë ai çmim, më është rritur dhe shumë përgjegjësia për produksionet e ardhshme. Ndaj dhe momentalisht jam fokusuar më shumë se asnjëherë tjetër, sepse mbas këtij çmimi normalisht edhe audienca ka qenë edhe më lart ka shi karrierës time dhe po mendoj që të vit çik më fuqishëm se herët e tjera. Nuk e di se cilat do të jenë rryma që do të përzjedh. Dëshira ime është të shfaqem pak ndryshe, të lë pak më njan balada edhe të shfaqem një Samantha pak me stil. Jeta jote private, Samantha, ka qenë gjithmonë shumë e fshehur. Pse? Jo, realisht nuk është se e kam mbajtur të fshehur. Në momentin e parë që më është bërë kjo pyetje, se normalisht juve nuk i ndani këtë pyetje. Unë jam treguar shumë e gatshme të përgjigjem rreth jetës time, por momentalisht nuk kam se çfarë të shpreh. Çfarë mendon për dashurinë, Samantha? Është një ndjenjë shumë e fortë. Sa herë ke qenë e dashuruar në jetën tënde? Nuk e kam provuar akoma dashurinë e sinqertë, dashurinë e madhe. Kam provuar vetëm ndjenjat e bukura që më sjell muzika.
Shikues, jemi në rubrikën Komunikim Showbiz. Keni pyetje për VIP-at ju? Vetëm pyesni, ja u marrun përgjigjen atyre. Personazhi nëmër 1 është Ervin Çuli. Kanë ardhur shumë pyetje për Ervin Çuli në faqen tonë Nitro Official në Facebook dhe e para është kjo. Kush është roli që ke luajtur në sken apo si aktor që të ka pëlqyer më shumë dhe kush është personazhi që ke dubluar që të ka pëlqyer po aq shumë? Roli më i bukur është Filiash Biebor, një rol tragjikomik që unë e kam përkthyer madje vetë veprën, e kam vënë në sken, kam luajtur në rolin kryesor vetë. Është një handicap i shëndosh, i cili nga dashuria arrin deri në krim, kurse personazhi që më ka pëlqyer më shumë nga dublimet që kam bërë, është një personazh i 1001 Dalmatët, që zërin kryesor të personazhit për aty e bënte Gerard Depardieu dhe kam dubluar si më thënë Gerard Depardieu. Ai është roli më i bukur që më ka pëlqyer më shumë. I ke flokët e shëndetshme. Çfarë shampo je përdor? Besoj që e kam flokën e shëndetshme, madje kam vujt gjithmonë sepse babai im e ka flokën shumë mirë. Unë gjej çik nënës se kam flokën e dobët dhe nuk besoj se e kam flokën kaq të mirë. Shampo që përdor është fare normale, mbi gjitha është anti-zbok, sepse jam nga ata që e kam edhe problemin e zbok. Kur do të shohim përsëri në ndonjë shfaqje teatrale? Së shpejti, unë sapo kam filluar provat me një vepër franceze që quhet Lëret e dashurisë dhe trashësisë, është një vepër e Marivos. Marivoja për herë të parë, kjo është faqja e parë dhe teksti i parë që vjet në skenën shqiptare dhe unë po sjell Marivon. Nëse jeta do të dogdiste të mos ishe më aktor, çfarë do të bëje me jetën tënde? Nuk e di, me gazetari, me politikë, do të thënë. Më pëlqen politika dhe gazetaria më pëlqejnë. Kam nevojë të jemi angazhuar. Do merresh padyshim në një profesion të angazhuar. Në përgjithësi konsumon më shumë paçe apo gazeta? Besoj që gazeta, sepse unë paçen përgjithësi nuk e ha fare. Faleminderit Ervin. Personazhi nëmër 2 është shumë e bukur ajo. Aurela Hoxha që merret me mod. Aurela ka një pyetje nga publiku për ty. Aurela, atëherë na e konfirmosh kush i ka pasur më të bukur, ti apo Shkëndia, okay? Atëherë, nuk e kam në specifik që zonja dhe aq më tepër se si ka pasme. Nuk jam aq kurioze për çfarë pasme ta kujt aq më tepër që unë po e them për herë të parë kur ti dasare nuk jam fare fan se të pasme dhe të rrumbullaka dhe të vetë kanë të tilla. Kështu që unë ndjem në formë, po se sa të bukura, sa jo të është diçka që mund ta vlerësoni ju. Edhe jo unë. Do t'i bëje një pyetje ti Aurela? Nga i qenë frymëzimin? E kam thënë se kërë diçka që besoj ka një shumë diçka që unë e këta që e vogël, për para se të një benefite që të vinë nga kjo. Ka qenë diçka e lindur, besoj. Edhe një pyetje e tretë që e kam unë në fakt. A e ke marrë ndonjë çik me frikë Dancing with the Stars? Të them të drejtë nuk e kam marrë me frikë, po është një eksperiencë tre ku do mësoj shumë gjëra, do vi dhe në formë, kam filluar që tani të gjithë dhe të shoh shumë pozitivisht deri tani. Pastaj është tepër herë për folur, ne jemi akoma thjesht në prova, kështu që është akoma herë për folur. Faleminderit Aurela, të uroj suksese. Do të lidhem tani me Jonida Maliqin. Pyetja e parë për Jonidën është: mendon se do të mbrishë deri në finalen e Dancing with the Stars? Po me këngën magjike dhe si mendon ti përballosh gjitha këto angazhime? Pyetje e bukur kjo. Unë mendoj që çdo artist synon maksimumin e vet. Ndaj do t'i jepja gjithë energjinë time për të arritur aty ku do të pretendoja. Por duke qenë një nënë e përkushtuar, duke patur dhe angazhime të tjera kundrejt biznesit tim dhe që jo dhe këngës magjike, vendosa që mos t'jem pjesë e Dancing with the Stars. Ndërsa për sa i përket këngës magjike, me thënë drejtën mua më ka kur ajo ideja për të qenë gjithmonë pjesë e çmimeve apo fituese. Unë marr pjesë për të qenë prapë në skenë, për të marrë duartërkidhjet e publikut. Me cilët prej këngëtarëve njëkohësisht edhe kolegëve do të bëje një bashkëpunim, Jonida? Ka shumë. Do e filloja me Elbanën, do pëlqente, me Dasimin, do pëlqente. Po them këngëtarët femra tani, me Vedatin, me shumë këngëtarë, cilët i vlerësoj sepse mendoj që më pëlqen shumë brezi i ri këngëtarëve, cilët kanë krahas të kënduarit në mënyrë profesionale, kanë krijuar imazhin e tyre edhe nëpërmjet performancave, por më pëlqen që kanë një frymë të re. Tani që ke mbushur 30 vjeç, e mendon me kalimin e viteve të bësh ndërhyrje estetike? Dhe ai e pro tyre?
Patjetër që po, nuk jam kundër, mendoj që gjëja e parë që më shkon në mendje edhe pas lindjes së këtij biri ishte pjesa pati IMG, djali nuk e ka atë formën tënde të mëparshme dhe gjithmonë e kam menduar që pasi të mbyll cikli me fëmijëve, do ta mendoj mirë, do të bëjmë ndonjë ndërhyrje me gjë. Interneca, njerëz YouTube-sa, po sidomos shikues të Një Report, sonte jam në Planet Bar. Emri është Planet Bar, por në fakt këtu kemi të bëjmë edhe me jetë natë të Mirfield, kemi të bëjmë me një ndër kafet më të mira të kryeqytetit, është në zemër të bllokut Planet Bar, dhe unë jam i sigurt që shumë prej jush e dini shumë mirë se ku është. Ajo që e bën ndryshe këtë lokal, sidomos kohët e fundit, është kultura e aperitivit në Shqipëri. Një kulturë që për hir të së vërtetës shumë lokale kanë tentuar ta realizojnë, po vetëm Planet Bar është ai që e ka arritur. Unë jam këtu me Renin në fakt në të vërtet nuk e ka gatuar të gjitha këto, djali që ka gatuar të gjitha këto e ka emrin Tomi është menaxheri i lokalit. Mirëpo, Reni ka studiuar në Itali, ka jetuar atje, njeh shumë mirë botën e barit, prandaj do më jam futur këtu brenda. Njeh shumë mirë kush janë koktejlet, aperitivet dhe të gjitha këto. Në Itali ku ti ke jetuar, bota e aperitivit është një kulturë shumë e njohur, apo jo? Shumë e zhvilluar, jemi një lokal që po mundohemi ta fusim, domethënë aperitivin. Ku shumë lokale kanë tentuar, por ndërkohë domethënë po mundohemi sidomos një herë në javë ose disa herë në javë të ecim me botën e aperitivit, ku njerëzit pak a shumë po e njohin. Në fakt në Shqipëri mungon si kulturë. Megjithëse është me shumë liverdi, apo jo? Unë shikoj që këtu ka gjëra të mrekullueshme, ka karkaleca, kishte edhe makarona me pasta, me fruta deti, ka kalamar fritur, gjëra të mrekullueshme që me thënë të drejtën ma hapën orek se unë jam shumë luksa Reni, me thënë drejtën. Mirë po i lëm njerë të tjerët që t'i shijojnë, pash që pjatat përgjithsisht sa dilnin këtu njerëzit i merren, çka do të thotë që kanë filluar ta kuptojnë logjikën. A ka klient që vinë vetë te banaku për t'u servirur me aperitivin, pra me gjërat për të ngrënë, apo kryesisht janë edhe kamarierët që i shtyn që t'i marrin? Le të themi që kompleksi shqiptarit është pak akoma për t'u zhvilluar, krahasim ne kemi një kulturë pak a shumë ala italiana, ku mundohemi të shtyjmë vetë klient që të marrin diçka një aperitiv dhe ndërkohë domethënë është edhe konsumimi i alkoolit. Rini ti je barist, pra njeh shumë mirë botën e barit, njeh shumë mirë koktejlet. Por ti e di shumë mirë se sa lidhet një koktejl me një ushqim të mirë, apo jo? Ne mundohemi që edhe nëpër tavolina stafi të shtyjë ose të sugjerojë një koktejl ose një pije freskuese që shkon në aperitivin, edhe ndërkohë ngele dhe i kënaqur edhe të konsumoj si aperitivin, si pijen në mënyrën e duhur dhe të drejtë. Edhe që më përshtypje mua, sa e leverdis një lokali si biznes, pra sa e leverdis Planet Bari, që unë vi, marrë një vodka portokall, për shembull, ose një koktejl të mrekullueshëm nga dora jote, se unë kam provuar koktejlet e tua, edhe në vende të tjera ku ke punuar dhe pëlqen shumë. Edhe të vite të hajë gjithë gjëra të mira fala, sepse kushtojnë, apo jo, karkalecat kushtojnë, kallamaret kushtojnë, pasta gjithashtu me fruta deti ka shumë gjëra. Kosto është ndërkohë, po ne ndërkohë më tepër jemi domethënë ke kënaqësia e klientit, që të kënaqet klienti dhe ofrojmë atë që edhe pse nuk ketë një kosto të lartë, ne jemi gjithsesi ke ideja domethënë që të shërbejmë klientin në mënyrën e duhur. Rini si barist, atyre që janë duke të ndjekur, çfarë do t'i thoje? Pse duhet të vinë ato në Planet Bar? Kush janë koktejlet më të mira që bën ti?
Pa treguar sekretet e profesionit. Unë them gjithë atyre që në ndjekin, domethënë cilësia dhe kualiteti që ka Planet Bar, si nga ana manageriale, si nga ana e aperitivit ose të degustuarit diçka për të ngrënë, i ftoj të gjithë vinë këtu, do ngjelin gjithë kënaqur. Do më bësh një koktejl ti mua kështu maramondes fare ta shikojnë se do e bësh apo nuk do që ta mësojnë sekretin ata? Avash, do bëj diçka po do ja them pastaj mbrapa. Mirë. Do përgatis Reni tani një koktejl, ne do ta filmojmë. Unë do ta shijoj, juve vjen shumë keq, po duhet vitë në Planet Bari për ta shijuar. Ky djali këtu, po këto gjërat e mira që po hau. Edhe që ngela duke bërë si lufza. Erki ku i ke mësuar gjitha këto gjërat i gatuash? Internet, shkollë, ashtu keni çik pasion? Jo në kush e di se çfarë, po që më jep dora. Ti jep dora, ke bërë gjëra mrekullueshme sot. Ke bërë gjëra shumë të mira. Kultura e aperitivit. Si mendon? Është pak në Shqipëri akoma të bëhet mirë, njerëzit të quhen, të shërbyen. Sot e ka ditë që nuk ka nuk turë. E kanë ato turpin, ose thonë ma mbushin fjatë, ma mbush tjetë. Sot kishte dhe kamera dhe nuk ishte turë. Pra sot vot gjithë në dalin kamera. Ti mendoj që e bën për të dalë. Jo, e pëlqen. Tu funksionon, çdo të mërkurë është plot. Edhe ditë e tja, po të mërkurën është bërë, do bën punë një viti që ka bërë. Mujtë fundin të kemi bërë vetëm me gjëra deti, njerëzit e pëlqen shumë. Se keni bërë edhe, keni gatuar edhe gjërat të tjera. Pas bërë me bruschetta, me pizza, me greçka, me gjëra të vogla. Në botën europiane të paktën, se ato kanë mbledhur. Kultura e aperitivit është shumë e përhapur, të gjitha lokalet, sidomos ato që janë afër qendrës së një metropolis të një qyteti, kanë gjithmonë të shtruara gjëra për të ngrënë, dhe ti shkon të pish një gotë dhe ndërkohë ke ngrënë edhe darkë. Po, sa i libertis kjo një lokali, si mendon? Pra unë gjithë e marrë një gotë që kushton 500 lekë dhe ha edhe karkaleca, edhe oktapod. Kuptimi nuk është ndonjë shumë i madh, është më tepër qevi për të bërë qevin klientelës. Nuk është thjesht fisim për para. Njerëzit e pëlqejnë, vinë bushat plot, bëhet ambienti i lezetshëm. Bëhet shumë bukur vërtet, dhe gjërat për të ngrënë ishin të mrekullueshme. Të lumshin duart për Erki. Erki gjithë atyre që janë duke të ndjekur aty. Çfarë do të thoje për Planet Bari dhe për këtë kulturën e aperitivit që më duket se për herë të parë në fund po funksionon në Shqipëri. Vetëm një gjë të vita provojnë. Ushqimet e Erkit njerë ishin një gjë e paparë. Mësuar? Faleminderit. Mësuar dhe që po na ndiqni. O vajza, çfarë po pi ti? Verë po pi? Po, verë të parë. Po çfarë po hati? Unë pa prodhimet e detit që këta gatuajnë çdo të mërkurë këtu. Më pëlqejnë gjitha prodhimet e detit që gatuajnë këtu dhe ushqimet siç janë makaronat apo bruschetta që gatuajnë. Të bëfshin mirë inshallah. Po të gjithë atyre që po bëjnë ziline atje ke kamera që po na ndjekin. Çfarë do i thoshe ti? Të vini çdo të mërkurë këtu sepse prodhimet e detit janë shumë të mira. Po, kjo është kliente se duket si reklam, po është vetëm kliente. Faleminderit. Keni juve, po për të ngrënë çfarë ngrënë? Ato gjërat që ishin aty? Ishin gjërat e mira? Shumë mira ishin. Çfarë ishin? Kalamar, gambër. Po, të vish të pish një mojito, edhe të hash çdo gjëra, është me leverti apo jo? Jo, shumë me leverti. Vini shpesh këtu të bëni aperitiv për mërkurë? Të mërkurave jo, po kemi ardhur. Ishte era parë sonte që qëlloni në një lokal që erdhët për pirë diçka dhe hëngrit? Jo, në kamera së të tjera. Po ka lokalet të tjera në Tiranë? Lokalet të tjera, ta se bëjnë këtu, lokalet të tjera nuk e di, por këtu ka marrë të tjera, por lokalet tjera nuk e di. Faleminderit ju po. O çuni çfarë për të merr për të ngrënë më? Qa po merë për të ngrënë atë? Vazhdo, po marrë qa ka. Po ka ardhë pishe gotë dhe po dëndesh duke ngrënë, me leverti, ha? Pëlqen këtë, pëlqen? Dëgjo, po fare po mirë, po palestra? Po, po,